timit zero. Pra nuk tatoheshin të ardhurat e pensionistëve ose tatoheshin në një vlerë shumë minimale. Dhe kjo në këtë rast ka bërë që shumë qytetarë italianë të zhvendosin rezidencën e tyre në vende të tjera. Ata në këtë rast marrin, sidomos në vende që janë jashtë Bashkimit Evropian. Dhe këtu në këtë rast kanë një problematik. Se qytetari italian i cili e zhvendos rezidencën nga Italia, do thotë që ai nuk merr më shërbime që ofron Shërbimi Nacional Shëndetësor Italian, që nuk kuptohet ai në këtë rast do duhet paguaj si një i huaj në Itali. Dhe kjo në këtë rast i arrit kostot shëndetësore të tija. Pra ky qytetar që merr përsipër të lë rezidencën, sepse rezidencat ofron dhe shumë benefite të tjera, po vetëm për qytetar italian, por edhe të huaj që e kanë rezidencën, atëherë edhe ti zhvendos rezidencën në një vend tjetër, do thotë në këtë rast se ti humbet këto benefite që ti ofron ligji dhe rezidenca në Itali. Dhe ky qytetar e ka marrë tashmë këtë risk. Dhe ti shtosh pse? Sepse ai në këtë rast këtë përqindje tatimi, të cilën ai e paguan mbi të ardhurat e tij, të pensionit, ai në këtë rast kërkon ta mbajë dhe të mos e derdhi, prandaj në këtë rast zhvendos rezidencën. Nëse ndodh në këtë rast që Shqipëria ta tatojë këtë të ardhur nga pensioni për të huaj, sepse nuk shtrohet çështja vetëm për qytetar italian, për të gjithë ata qytetar pensionistë të huaj që cilët janë përfitues të një pensioni nga vendi i tyre i origjinës dhe më tej vinë në Shqipëri, do thotë që në këtë rast ata nuk do ta shikojnë më Shqipëri si një vend alternativ, si një vend atraktiv, si një vend për të zgjedhur, për të jetuar. E para në këtë rast kemi një disfavor, sepse ata do datohen si në vendin e tyre. E dyta, kursi i këmbimit i dëmton këta qytetar, sepse këta qytetar që cilët i kanë të ardhurat në euro, 100 euro sot, që janë 96-97 lekë, nuk kanë baraz me 100 euro 10 vite më parë që ishin 140 lekë, që do thotë kosto e shritur më tepër, dhe nga ana tjetër, kemi dhe një rritje të kostove të jetesës përgjithsisht në Shqipëri, përfshirë këtu dhe qërat e banesave dhe kostove e përditshme. Kështu që këta qytetarë nuk kanë arsye pse ta zgjedhin. Sepse nëse do ta zgjidhin vetëm për faktin e diellit të bukur, ka vende të tjera me shumë diell, pra ata në këtë rast janë dhe afër. Pra Shqipëria favorizohet sepse është shumë afër me Italinë, dhe plus pastaj mikpritja dhe mënyra se si ne i trajtojmë të huajt, i trajtojmë me shumë respekt dhe jap me shumë mikpritje. Kështu në këtë pikë nëse do jetë që këta qytetarë do tatohen, automatikisht do ndikojë e para tek këta që janë rezident në Shqipëri që mund të largohen, dhe e dyta të qytetarë të arshëm, të cilët mund të edhe të mos e zgjedhin Shqipërinë, mund të zgjedhin dhe vende të tjera alternative. Okej, me që jemi te pensionet, zonja Nuna Kortoçi, dua të pyes pak për marrëveshje, si po shkon zbatimi i marrëveshjes së njohjes pensioneve deri tani? Nëse më lejohet vetëm diçka para se ju të thoni. Sepse neve në këtë rast po trajtojmë rastin e qytetarëve italianë, të cilët nuk duan që të ardhurat e tyre nga pensioni të datohen. Por nga ana tjetër ne kemi qytetarë shqiptar, të cilët e kanë rezidencën në Itali, e marrin pensionin në Shqipëri dhe ky pension u datohet në Itali. I datohet, shqiptarëve i datohet. Po, sepse klasifikohet, pra kur ata plotësojnë deklaratën vjetore të ardhurave të tyre, siç e plotësojnë në Shqipëri, pra në Shqipëri është një kusht që do thotë ti duhet të kesh një të ardhur minimum për 100.000 lekësh, edhe ti duhet e ke detyrim deklaratën, ndërkohë që në Itali, se në shumë vende të Bashkimit Evropian dhe vende të tjera deklaratat plotësojnë nga gjithë qytetarët. Dhe për sa kohë është një ardhur që klasifikohet një ardhur nga jashtë Italie, atëherë në këtë rast kjo është një ardhur e cila tatohet. Dhe tatohet dhe në këtë rast dhe ka qytetarë të cilët shqiptarët e kanë këtë lloj pakënaqësie me këto pensione të vogla që ne marrim në Shqipëri dhe një pjesë prej tyre e lëm në tatime, në këtë rast atëherë shtrohet çështja a ja vlen. Dhe nga ana tjetër ka një kërkesë edhe nga ana e shoqatave shqiptare që janë në Itali. Pikërisht janë drejtuar së pari kryeministit Rama për të ndërhyrë pranë qeverisë Meloni, pranë qeverisë italiane, në mënyrë që të mos tatohen qytetarët shqiptar, pikërisht për shkakun e këtyre pensioneve të ulta, të vogla, që nuk krahasohen me pjesën e pensioneve në Itali në këtë rast. Dhe doja ta sillja si një rast, sepse është një rast homologësh, mes dy kategorive të njëjtën nivel, pra janë dy kategori pensionistësh, kanë ndryshuar rezidencat nga Italia në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Itali, dhe duke respektuar ligjet e tyre, ata në këtë rast ndodhen pikërisht përpara kësaj gjëje. Ndërsa do të për sa i përket marrëveshjes, pra për të përgjigjur pyetjes tuaj, absolutisht e marrëda funksionon dhe ka shumë qytetarë të cilët kanë filluar të marrin
do themi ato frytet e para të marrëveshjes dhe janë qytetarë të cilët e kanë ndjerë prej kohësh këtë pjesën e nevojës. Por kuptohet ritmi i marrëveshjes nuk mund të jetë me ato ritme kaq shumë të mëdha dhe kaq shumë të shpeshta dhe kaq shumë të shpejta në kohë, pasi realisht përgjigjet nëse kanë aplikuar në muajin gusht ose në shtator kanë filluar kanë dalë nga janari ose nga shkurti. Dhe kjo në këtë rast merr kohën, pasi çdo kërkesë e cila kërkon një zbatim të marrëveshjes që në kuptohet për të përfituar pensionin italian ti ke nevojë për vitet e punës në Shqipëri, atëherë do duhet që Instituti Italian i Sigurisë Shoqërore t'i bëjë kërkesë Institutit në Shqipëri të Sigurisë Shoqërore. Ky institut do të certifikojë periudhën e sigurimit në Shqipëri dhe më tej do t'ia dërgojë Institutit Italian, i cili në këtë rast vjen procedurën. Pra ka një kohë, ka nevojë për një kohë. Aq më tepër që neve në Shqipëri neve e dim që para 2012-s nuk kanë ekzistuar, nuk ekzistojnë ende arkivat elektronike. Janë arkiva shumë manuale, pra janë regjistrat, janë dosje të cilat ne e dim që ka mungesa, një pjesë e tyre janë dosje të cilat janë djegur, kanë mungesa theksuar dhe tek saktësia e të shkruarit, emrat gabim ose një gërm gabim dhe me radhë. Kështu që kjo kërkon vështirësinë e vet, por kryesorja është që kjo marrëveshje që ka hyrë në fushën e korrik të 25-s ka filluar të japë frutet e para dhe kemi qytetarë të cilët janë përfitues të saj, pra kanë filluar të marrin pensionin në të vitet. E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër jemi në prag se herën e fundit diskutuam edhe për Olimpiadën. Çfarë ka ndryshuar tani, si është pak atmosfera, kalojmë pak në pjesën e Olimpiadës, padyshim edhe në aspektin ekonomik. Për ta mbyllur më me sportivitet. Më me pak më pozitivitet do të themi. Edhe për faktin sepse realisht jemi në ditët e fundit dhe pritet hapja e Olimpiadës në Stadiumin San Siro të Milanos, ku pritet ardha delegacioneve nga shumë vende. Delegacioni shqiptar kishte mbritur, po shikoj atë video ka mbritur delegacioni shqiptar, kështu që shpresojmë që Lara Kolturi sportistat të na nderojë, kështu që presim shumë. Patjetër. Sportistët kanë ardhur, pra janë akomoduar në fshatin olimpik, pritet në këtë rast për pjesën e delegacioneve zyrtare. Pas ata sportistët kanë nevojë për pak kohë për të ambientuar, jo thjesht me ambientin, por me gjithçka që lidhet me pjesën e Olimpiadës. Kanë filluar të bëhen ato llogaritjet e para. Okej, janë bërë llogaritje herën e fundit, nuk ishin bërë akoma, kështu që më trego pak. Po, normalisht kanë filluar të bëhet sepse gjithmonë flitet për investime të cilat pritet të kthehen në mënyrë shumë të ndjeshme dhe janë rreth 1.5 miliard euro investime, ndërkohë që kthimi pritet të jetë më i lartë, pra më shumë se çka janë investuar dhe nga ana tjetër për te fakti që shumë investime do të qëndrojnë në zonë. Ndërkohë kolegja Esmeralda Mule sapo më informon që ka mbritur dhe Vance edhe Rubio në Itali. Kështu që ky është zhvillimi i fundit po. Së bashku në këtë rast me grupin e tyre të sigurisë. Në AIS-in, apo jo? Kemi diskutuar, patjetër. Dhe ajo tymnaje që neve thamë që ishte thjesht diçka politike, tashmë është e zhvehur, pra gjithë vëmendja është tek suksesi Olimpiadës, takime që organizohen nga personalitetet të ndryshme, për ta treguar Italinë ashtu siç është, pra atë Italinë e bukur dhe atë Italinë mikpritse. Tek përllogaritjet, në çfarë shifrash jemi? Neve në këtë rast të përllogaritjet janë rreth 1.5 miliard euro të investuara, sepse është një organizatë e cila është themeluar vite më parë, organizatë publike shtetërore, e cila ka për detyrë të organizojë ose ka marrë përsipër gjithë organizimin siç ndodh zakonisht, pra kur është një event, një ngjarje kaq e madhe, atëherë institucionet krijojnë një agjenci të re, e cila merr në dorë të gjithë organizimin e aktivitetit, ndërkohë që pritet mbi 2 miliard euro kthim të investimeve. Por nga ana tjetër kemi edhe këto investimet në infrastrukturë që do vijojnë të jenë, sepse infrastruktura nuk është se do dëmtohet. Dhe kjo në këtë rast është e bukura që rritet gjithmonë edhe cilësia e shërbimeve qofrore, sidomos në zonën e Olimpiadës, pavarësisht që neve tashmë për këto banor kemi dhe ato çmimet e larta, sepse janë rritur biletat, janë rritur çmimet e produkteve, çmimet e qërave, sepse është një kosto plus, sidomos për të vuaj që do vinë për të asistuar si spektator ose për të shijuar Olimpiadën. E gjitha kjo ka efektet, pse do jetë një efekt afat shkurtër, pra këto çmimet e larta,
por në këtë rast kanë efektin e tyre. Pra, në zonën Milano Cortina, sidomos në zonën e Cortinës, si është zona malore ku do të zhvillohen një numër shumë madh aktivitetesh, çmimet kanë filluar të rriten ndjeshëm. Edhe atje si kudo, domethënë, edhe aty si në Shqipëri, që kur ka gjëra të tilla menjëherë rriten çmimet, por nuk janë spekulative. Pra, janë gjitha me kupon tatimor, me gjithçka. Absolutisht me kupton tatimor, po edhe rritet janë në këtë rast edhe vetë nga institucionet, pra nuk janë në aspektin e formës abuzive, sepse ka dhe diçka. Kosto në Itali është shumë herë më ulës se sa në Gjermani, se sa në Francë, në Amerikë ose kudo tjetër. Dhe ti në këtë rast do t'i shërbesh një grupi individësh, turistësh, të cilët janë të gatshëm të shpenzojnë. Pra nuk janë ato turistët ekonomik në këtë rast, të cilët shpenzojnë pak dhe kështu që automatikisht ti e rrit çmimin për shërbimin, sepse rritet në këtë rast edhe kërkesa. Dhe shërbimi në këtë rast është i kufizuar atë ti të rritur kërkesë ofertë të ekuilibrosh duke rritur çmimin në këtë rast, sepse edhe ofertën padyshim, por baza është rritja e lartë e kërkesës, për pasojë sjell çmime disi më të larta. Zonja Nuna e Kortoshi, shumë faleminderit. Isha kënaqësi të kisha në këtë bisedë, gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju. Ju uroj një vim ditë sa më të mbar. Ju përshëndes. Faleminderit sërish, mbetet kënaqësi edhe për mua ditë të mbar. Faleminderit shumë. Okej, shkojmë një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish.